Fëmijëve refugjat dhe emigrant u kërcenojnë sëmundje respiratore dhe sëmundje të tjera të rënda, madje edhe vdekje nga hipotermia, nga i ftohti ekstrem dhe moti i keq që ka kapluar Evropën qendrore, lindore dhe jugore, njoftojnë sot nga UNICEF. Në Greqi dhe në Ballkan të bllokuar kanë mbetur rreth 23.700 fëmijë refugjat dhe emigrant, përfshirë këtu foshnja të posalindura dhe fëmijë të vegjël, kryesisht nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Shumë nga ato janë të vendosur në strehimore të cilat nuk janë të pajisura mirë për dimër, sidomos kur temperaturat bien nën zero. 6 persona janë gjetur të gjallë në hotelin e Itali 2 ditë pas ortekut katastrofal, lajmërojnë mediat italiane. Hoteli Rigopiano di Farindola në Italinë qendrore u mbulua nga orteku i borës që u shkaktua nga një sër tërmetesh. Në fillim është shembur kulmi i hotelit, gjë që kanë vënë re banorët e vendit dhe kanë lajmëruar ekipet e shpëtimit. Në momentin kur orteku e ka marrë me vete hotelin, në të ka pasur 20 turistë dhe 7 punonjës. Më shumë informacion për këtë lajm më të ri presim gjatë ditës së sotme. Donald Trump sot do të inaugurohet si presidenti 45 amerikan. Në ceremoninë e betimit do të marrin pjesë 700 deri 900 persona. 68 antar të dhomës së përfaqësuesve nga radhat e demokratëve nuk do të marrin pjesë në ceremoni për shkak se mendojnë se Trump nuk është president legjitim, duke marrë parasysh se, siç thonë, Rusia ka ndikuar në rezultatet e zgjedhjeve. Një ditë para marrjes së detyrës nga presidenti i ri, mijëra njerëz në New York dhe Washington demonstruan kundër Donald Trumpit. Në mesin e tyre ishte edhe kryetari i New Yorkut, Bill de Blasio, dhe një numër i madh i aktorëve dhe regjisorëve të Hollywoodit që shprehen mos pajtimin e tyre me qëndrimet dhe politikat e tij.